Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Mickoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Misteri i gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çeljen e fazës përmbyllëse të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në ndritjen e amanetit të tij dhe rilindjes vetan e me ndihmën e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqipbërësin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërnjësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vitet të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14. Pas dialogut me sektorin privat, synimi është që në bashkëpunim me bizneset dhe punëtorët ta planifikojmë gradualisht dhe pagën e 14, tha Albin Kurti. Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyejtojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, Hekurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja e dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipian-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice, Gjakov dhe segmentet të tjera më të vogla dhe centrale me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në kuventin zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen. Duhet me bën ligje dhe norma që çlirojnë potencialin krijues të njerëzve, jo më tut njerëzit në qenë ndërmarrës, jo më tut njerëzit të kriju, duhet të çliruar potencial. Edhe prap muim të rëtim. Aleanca mund të rëtim dhe Kosova mund të rëtim. Vetë duhet të çliru për thekrave të padukshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.